3 shkurt, i therasim atë. Kurdo që të luteni thoni, o atë, u shenjtëroft emri yt. Luka 11:2. Në çastin që një fëmijë birsohet, e gjithë jeta e tij ndryshon. Ai merr një emër të ri, një familje të re dhe shpesh një mënyrë jetese krejtësisht të re. Megjithatë, ai realitet ligjor mund të ekzistojë edhe nëse fëmia nuk e përjeton vërtet përkatësinë në familje. Është një gjë që një fëmijë të vijë dhe të jetojë në një shtëpi, por është një realitet tjetër, edhe më i thellë, që ai ta përjetojë dhe ta shpreh plotësisht bashkimin me këtë familje, që t'i quaj prindërit e rinj, mami dhe babi. E njëjta gjë është e vërtet për birësimin ton frymëror, kur rrëfejmë besimin në Jezu Krishtin. Birësimi ynë e ndryshon krejtësisht, përjetësisht dhe në mënyrë të pakundërshtueshme statusin ton. Megjithatë, Perëndia nuk kënaqet thjesht me një ndryshim të emrit, nëse mund ta themi kështu. Ai dëshiron që ne të dimë se çdo të thotë të jemi bijt dhe bijat e tij. Ai dëshiron me zjarr që ne të përjetojmë mrekullinë e të menduarit për të si atin ton qiellor. Për ta bërë këtë, ai na jep frymën e tij, që të na e formsoj karakterin dhe të na ndihmojë ta shohim marrëdhënien tonë me të si marrëdhënia mes fëmijës dhe atit. Dhe nga që jeni bij, Perëndia dërgoi frymën e birit të tij në zemrat tona, që thërret Aba o Atë. Galatasve 4:6. Përvoja e krishter nuk duhet të jetë thjesht si një veprim ligjor. Jeta e krishter është shumë më tepër se dogmat ose doktrinat. Shpëtimi nuk është vetëm falja e mëkateve, është gjithashtu përjetimi i transformimit të fuqizuar nga fryma. Krishterimi nuk është mekanik, por ka të bëjë me marrëdhëniet, atë që Jezusi e realizoi objektivisht dhe ligjërisht në kryq. Fryma e vazhdon subjektivisht dhe në mënyrë përjetimore në zemrat tona. Ne jemi shpëtuar, jemi pranuar dhe na është treguar dashuri. Me këtë ndryshim, ne mund të presim të përjetojmë përkushtim, pasion, lot, ndriçim, përfshirje dhe në fund të fundit, lavdërim. Kur të ndohemi të harrojmë statusin ton të ri si fëmijë të Perëndisë, fryma është gati për të na dëshmuar. Jo, ju jeni vërtet të tij. Ju jeni blerë me çmimin më të lartë. Juve ju është treguar dashuri dhe jeni të çmuar. Kur nuk kemi vepruar ashtu siç do të donte Perëndia dhe kur ndihemi të plagosur, të thyer dhe të shkurajuar, fryma na ndihmon të thërrasim. O Atë, Atë, a mund të më ndihmosh, të lutem? Lutje të tilla duhet të shërbejnë si përkujtues për mrekullinë e veprës së përfunduar të Jezusit, flijimit të tij shpengues dhe dërgimit të frymës për të banuar në zemrat tona. Pa këto, nuk do të kishim asnjë marrëdhënie tjetër me Perëndin, përveç se si me krijuesin dhe gjykatësin ton. Përjedhoj, nuk do të kishte asnjë mundësi që zemrat tona të thërrisnin Aba, Atë. Perëndia e vulos birësimin ton si bij dhe bija, jo me ndonjë shenjë apo dhuratë të veçantë, por me dëshminë bindëse të frymës së tij. Ndërsa flasim me të në lutje, dëgjojmë prej tij nëpërmjet fjalës së tij dhe ecim me të. Ne rritemi në vetdije për fuqinë e tij dhe punën e tij brenda nesh. Për shkak se jemi çliruar nga mallkimi i mëkatit dhe na është dhënë bekimi i birësimit, ne mund t'i thërasim Perëndisë i Atë ynë, duke e admiruar dhe duke e adhuruar atë në frymë dhe në të vërtetë. I krishter, sot, pavarësisht se ç'gjë tjetër është e vërtetë për ty, ja se cili është realiteti më i madh. Ti je fëmijë i birësuar i Perëndisë. Asgjë dhe askush nuk mund ta ndryshojë këtë. Kështu që sot, pavarësisht se çfarë mund të jesh duke ndier, le të jetë kjo e vërtet, ajo që të ngushëllon, të forcon, të siguron dhe të nxit më shumë. Ti je fëmijë i Perëndisë.